tensionohet situata kur lutit alisam i vinë musafirët që ishin tek Ibrahimi alisam. Populli vet kishin marrëveshje me lutin. Nëse vjen musafirët tek shtëpia jote, dikush prej meshkujve, do të marrësh leje nga ne. Po se vin dikush prej grave, atëherë je i lirë, bën çfarë dush. Momentin që ato melekët nisën për të lutur alisam, kanë të Ibrahimin në kohën e drekës, vinë të lutur alisam në kohën e qindis. Do të më prisni, sa të na zeteri se kështu s'muj me hinë qytet. S'muj me hinë në vend banim. Në pak, do të thonë Luti alayhis salam i thot melaçeve që në fakt që nuk e di formën e njerëzit, po duke menduar se ishin musafir. I thot me këtë pritni të verën nata, pritin të verën nata. Jo kështu me hije. Do thonë i takon në qytet. Jashta qytetit. Po, shkresha qytetit domethënë. Periferi takohet me ta, pasi e thret vajza aty. Kur vjen tëra të hinë natën. Ka morën vesh populli se erdhi dikush. Ishte bashorçja të Tinza, fshehur azi, dhe ju tregon populli se erdhën disa burra dhe shpejtoni se janë burra shumë bukur. Edhe këtu nisi situata shumë tensionohet, saqë ata kur erdhën me vrap, edhe derës i trokitnin me të madhe, hape derën. Aty, pranë ato kanë bë orvajtje ta thënë derën dhe hynë. Por Xhibrili alayhis me një krah të tij u mbyll syt. Domethënë syt kishin, po nuk shihnin më. Nuk ishin më kush ishin. Në vend se të hinin brenda, ata dilnin më vetë jashtë. Deshti Allahu xhelati çpoton nga, domethënë lutjes nga prekja e tyre, nga dora e tyre.